A ka sot hall më të madh për shqiptarin se sa të smuret? Erdhi koha të themi Zoti e shpëtoft nga spitalet. Sepse shkon në spital, duhet të blej çdo ilaç, duhet të paguaj çdo shërbim. Ka shkatruar një sistem të tërë dhe për vete vjedh dhe vetëm vjedh. Po arsimi, po shkollimi, një shkatrim me dokumenta, me vlerësime zyrtare, si në asnjë vend tjetër.